ka qeverin, ka parlamentin, bashkëpunon me institucionet e tjera të pavarura kushtetuese si janë drejtësia, madje për këtë punë presidentin e Republikës, me Këshillin e Lartë të Magjistraturës e gjithë të janë. Po ndërkohë ndalemi tek për ta mbyllur me protestën. Ti mendon që mund të ketë shtete armiqësore apo jo për ta mbyllur diskutimin? Tash nga kultura e inteligjencës. Zoti Rama thotë që po, Irani apo dhe vende të tjera armike. Tash nuk po flas që ato zoti Rama, sepse unë nuk jam po ta auditoj sistemin e brendshëm tyre. A kupton atëherë do të them që po ose jo. Po. Është se edhe shërbimet e inteligjencës dhe policore janë si mjekësia. A kupton, kur një është them jo është i smur apo s'është i smur. Po është i smur, për çfarë smundje ka? Këtë nuk e di detori ndërmarrje ose një tjetër që është atje. E din ata që merren me këtë, di mjeku, a bën analiza komplekse, një bën konsulta komplekse, gjithë arrihet në një konkluzion. Para nuk e dim për këtë gjë. Por gjithnjë nga kultura dhe eksperjenca botërore, dhe eksperjenca në Shqipëri, regjimi komunist ishte totalitar, i kontrollonte në mënyrë paligjshme shumë gjëra për këtë gjë. Sot janë gjitha mundësitë që të marrë vendime reale, me pesh, po ama duke dëgjuar agjencitë ligjzbatuese, duke respektuar vendimet e drejtësisë, ndërkohë. Kjo nuk ndodh këtu tek neve për këtë gjë. Atëherë, lind pyetja se unë dalë tek autoritetet kushtetuese për rolin e tyre. Tani, ne gjithnjë nuk kemi të qartë, por çka ka ky në pozicionin kushtetues kryeministri? Dhe kush është Këshilli i Ministrave? Njerëzit duhet të kuptojnë që kushtetuta, ligjet e cilësuara, ligjet e thjeshta në baza e vendimarrjes të vendimeve të Këshillit të Ministrave nga një organ kolegial. Pra kryeministri, kryetari i Këshillit të Ministrave është i parë ndër ministrat. Pra qeveria që ka përgjegjësinë publike. Kryeministri merret me administratën e qeverisë. Ka agjenci të caktuara siç është shërbimi informativ kombëtar, siç janë të rregullimit të territorit, siç janë hipotekat. Është shumë agjenci për këto gjëra. Dhe ai merret me të drejtën që jep kushtetuta që të çojë urdhra dhe udhëzime. Por ndërkohë është Këshilli i Ministrave që koordinon. Pra, gjithë agjenci kanë nga një ministër përkatës janë këtej dhe duhet të koordinojnë. Pra, qeveria, Këshilli i Ministrave është totalisht jo funksional, i bllokuar. Pra, del kryeministri mbi këtë organ kolegial. Pra, dhe kontaktet e tij me botën individualizohen në mënyrë jo të duhur, në mënyrë jo kushtetuese. Le të marrim për shembull marrëdhënien me Greqinë. Flitet për një partneritet strategjik, dokument që është partneritet. Pse? Mësojmë asgjë, ne do ta bëjmë të partneritet. Po dihet shtyllat shqetësuese historike për Shqipërinë, kush janë? E ka ligjit luftës. Janë të drejtat e çambe. A kupton? Të drejtat e migrantëve shqiptarë atje që janë disa qindër mijëra. A kupton? Të drejtat e tyre për pensionet, për patentat, për qarkullimin e lirë, për apostilin, për ndihmën juridike, gjithë këto gjëra. Pa krijon agjencinë ndërlidhëse. Pa do bëjmë një dokument partneritet strategjik, po është një dokument juridik. Pa duhet të ketë shtylla të ratifikuara nga dy parlamentet, angazhime që nuk devijojnë dot për këtë gjë. Ai kemi në këto, ne nuk dim çfarë bëhet. Ne duhet të pësojmë nga Greqia, që deklaronte kur ishte Simitis, Siriza në pushtet, ish ministri i jashtëm Kocias. Dhe jepte informacion se çfarë po ndodhte me bisedimet për marrëveshjen detare dhe limitimit, kufirit detar. Edhe plus pastaj që i grinë i kërkonin llogari dhe i thoshte, "Ma kërkoni llogari, ne kemi arritur të marrim kaq 1000 kilometra katrore det atje. Ne edhe historinë e shqiptarëve do botojmë në Greqi, do t'i ta mësojnë ata në Shqipëri." A kupton se ç'a ndodh? Të deklaruar në parlament. Atëherë këtu s'ka, ka një heshtje. Ç'është kjo heshtje? Politika e jashtme është aset publik. Ka një hierarki kushtetuese për këtë gjë. Pra, dhe këto, më falë se duhet ta përfundoj. Pra, duhet që mos i themi gjitha tani, duhet bëjmë një cikël emisionesh bashkë dhe të ndalemi te diplomacia. Do ta bëjmë një të dedikuar. Po, do ta mbyll vetëm për rolin. Atëherë, për kryeministrin, për Këshillin e Ministrave, duhet të ketë norma të shkruara, përgjegjësia politike dhe
përgjësia juridike e kryeministrit dhe sekretari i Këshillit të Ministrave. Duhet të jenë kam përshtypjen. Asgjë s'ka fare. Nuk ka? Asgjë s'ka fare. Pra, ne nuk dim ç'a udhëzime shqep ai për agjencitë zbatuse. Dhe ku i mbështet? Se ka disa kolona agjencitë. Është drejtimi normativ i agjencive. Duhet të jenë transparente këto, kam përshtypjen duhet të jenë të brendshme. Jo, janë të brendshme, pa ma, ka ai monopolin që të organizoj një sektor posaçëm që prodhon aktet nënligjore për drejtimin normativ të agjencive, për koordinimin e tyre, për bashkëpunimin e tyre, për kontrollin e brendshëm e tjera gjëra. Ilir, më premto se erdhëm në fund për sot. Patjetër. Më premtoj që episodin e radhës të bëjmë një emision, o për diplomacinë, o për shërbimin informativ, dhe ta sjerrim në detaj, se sot fokusin e patëm të Po dhe për shërbimin e jashtëm, se populli nuk i shqetëson, ka autoritetet specifike për këtë. Mirë, do ta zgjedhim bashkë temën. Politikën e jashtëm janë shumë gjëra. Do ta zgjedhim bashkë temën dhe për 2 javë do jemi përsëri. Mirë. Unë jam dakord për gjithçka. Unë flas edhe si qytetar. Unë sot nuk